Në ditën e 29 të kërkimeve është gjetur trupi i pajeti 30 vjeçarit Jurgen Karaj, i cili dyshohet se u rrëmbye nga rrjedha e zallit të Darsit e më pas nga lumi i Matit me datën 10 janar të këtij viti. Trupi i pajeti 30 vjeçarit është konstatuar nga forcat tona të armatosura dhe ato të Forcës së Sigurisë së Kosovës në fshatin Urak në liçenin e Ulzës. Vetëm 2 ditë pasi në afërsi të liçenit të Ulzës u gjet karta identitetit të babait të Jurgenit, të cilën e kishte me vete natën e aksidentit. Perimetri i kërkimeve është ngushtuar. Trupi është gjetur jo më shumë se 2 kilometra nga vendi ku u gjet mjeti identifikues. Kërkimet ishin përqendruar në pjesën hyrëse të liçenit të Ulzës në fshatin Urak. Familjarët e Jurgenit, të cilët prisnin në breg të liçenit, bën identifikimin e tij, ndërsa trupi i pajet u dërgua për ekspertizë mjekoligjore në Tiranë. Ngjarja ndodhi në orët e para të datës 10 janar, kur 30 vjeçari Jurgen Karaj po kthehej në banesë bashkë me shokun e tij Andi Losha. Makina me të cilën udhëtonin doli nga rruga në vendin e quajtur Ura e Halilit dhe përfundoi në ujërat e zallit të Darsit. 24 vjeçari Andi Losha arriti të dilte i gjallë, ndërsa 30 vjeçari Jurgen Karaj u rrëmbye nga rrjedha e ujit.